se si jemi bërë ndaj dhe banka. Faleminderit. Të Berisha, cila do t'jetë strategjia e protestës së ardhshme, meqense ju dje thatë që ajo do t'jetë në proporcion me dhunën që ushtroi policia ndaj protestuesve? Ne jemi për protestë paqësore. Dhe vetëm paqësore. Dhe u them të gjitha atyre që në mbrojtjet e Edi Ramës kundërshtojnë protestat tona, se gjërë sot 7 protesta kombëtare më të fuqishme që ka njohur vendi, për shkak të karakterit paqësor nuk ka një policë të plagosur. Mediat nuk mund të citojnë emrin e një polici të plagosurit. Mediat mund të paraqesin skenaret organizuar nga policia për të paraqitur policë të plagosur, por të dështuar, por jo të plagosur. Sepse është protestë paqësore. Kjo është shkaku. Tani, protestë e fundit janë përdor helme me rrezik të lartë. Janë përdor granata siç i pat, janë përdor pluma gome, janë përdor vërbur sariu dhe helme tjera toksike. Janë hedhur nga taracat shishe molotov në mes të protestuesve. Janë hedhur nga taracat me dishmitar, të gjitha këto. Herë e fundit, Skënder Balluku, një mercenar krimi, i Lubi Ballukut, mendoj se do mbyll çështjen Rama Balluku me akte shtazërie kundër protestuesve. E garantoj që do jetë përgjegjës për secilin prej tyre. Dhe opozita nuk mposhtet kurrë. Opozita do u përgjigjet në mënyrën më të fuqishme, protesta tjetër do njoftohet shumë shpejt, kryerritja tjetër paqësore dhe do jetë më madhështoria që ka njohur vendi. Faleminderit. Fiorenza Cana, Ora News. Zoti Berisha